Dëgjues të nderuar, ju përshëndes dhe mirë se vini në koha për të zgjuar. Sot është e hënë, data shënon 17 gusht 2026. Do të jemi bashkë në këtë hapësirë fillimisht për të njohur me shtypin e ditës, e më pas do të jemi në hapësirën e telefonatave, ashtu si çdo mëngjes për të ndarë së bashku mendimet apo shqetësimet tuaja. Do të nisim pa humbur kohë me gazetën më të madhe në vend, gazetën Panorama. Panorama vjen me titullin kryesor, Diaspora në shesh, s'ndalemi. Aktivisti denoncon përpjekjet për shuarjen e protestës para shtatorit, thirrje për qëndres, sanksionet nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Diaspora ju bashkua edhe mbrëm protestës 78 para kryeministrisë për dorëheqjen e Edi Ramës. Një prej aktivistëve denoncoi përpjekjet për shuarjen e protestës para shtatorit, duke u bërë thirrje qytetarëve për qëndres. Një tjetër protestues hodhi akuzat të forta ndaj qeverisë dhe politikanëve të Partisë Socialiste, duke e kërkuar ndërhyrjen e Departamentit Amerikan të Shtetit për vendosjen e sanksioneve ndaj tyre. E gjeni në faqen 2 dhe 3. Pas 5 netësh mbyllet festa në Drenov. Vizitorët shijojnë bira Korça e bira Tirana mes traditës dhe muzikës. Festa e birës, vizitorët birën Korça e kërkojmë edhe në Itali, pjesë e Pandar edhe bira Tirana. Hakmarrja pas 15 vitesh, si dështoi atentati në Elbasan, shënjestra ishte Kërtezi, dëshmia e Boriçit. Autori Poli Boriçi e bëra për t'u hakmarrë për vllajin, e gjeni në faqen 6. Modeli i qeverisës përtej numrave 15 bashki më pak apo 39 më shumë, nga Ylli Aslani. Faza e parë, legalizimet e reja, objektet që marrin lejen për pronën, e gjeni në faqen 22. Botimi, Virgjil Muçi rikthehet me udhëtimin kokërisës të fëmijës plastik, nga doktoresh Esmeralda Strori, vjen në faqen 22 ky shkrim. Në rubrikën Opinion, do të lexoni nga Ekrem Spahiu opinionin me titull Qeverisja vendore në mbretërinë shqiptare, në faqen 18, nga profesor Gzim Tushi, liri individuale, jo arbitraritet social, në faqen 19. Paranoja e diktaturës në 1977, si një letër anonime çoi 2 punëtor në burg për portretin e Mao Zedongit, pas ndërprerjes së marrëdhënieve me Kinën. Nga Pëllumb Vreka vjen ky shkrim në faqen 16 dhe 17. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama për këtë mëngjes. Do të ndalemi tani në një tjetër gazetë të përditshme. Do të shohim titujt kryesor të gazetës Telegraf. Ja 10 plazhet më të ndotura që po mbushin spitalet shqiptare me pushues. Agjencia Evropiane e Mjedisit rrëzon propagandën për Shqipërinë turistike nga Adriatiku në detin Jon dhe Pogradec. Shqiptarët lahen në ujërat e Sheriakolit, si e ka pushtuar bakteri i rrezikshëm Bregdetin. Të dhënat e publikuara në qershor 2026, që i referohen sezonit 2025, tregojnë një përkeqësim të ujërave bregdetare shqiptare. Nga 6 pika me cilësi të keqe në 2022-shin, janë bërë 26 pika në 2025-ën. Lista e plot e plazheve dhe hoteleve që duhet u rrini sa më larg dhe rezortimi i pastër. Vjen në faqen 8 kjo listë. Jo sa u rrit paga dhe pensioni, por sa u rrit kostoja e jetesës, speciale nga Evdal Nuri. Është e vërtet që pagat dhe pensionet janë rritur, por në fund të muajit, ajo që ka rëndësi nuk është sa lek merr në dorë, por sa mund të blesh me ato lek, sepse nuk mjafton të thuash pensioni u rrit, duhet të pyesësh sa ushqime, ilaçe, energji dhe shërbime mund të blej pensionisti me të.
Shqipëria nuk ka nevojë vetëm për paga më të larta, por për një jetë më të përballueshme. Në fund, problemi është raporti mes pagës dhe çmimit. E gjeni në faqen 5 këtë analizë. Llogaritë bankare. Zbulohet skema e re. Raiffeisen Bank sërish në alarm, qytetarëve tentohet të vidhen të dhënat bankare. Pasuan, gati edhe OTP, qeveria hungareze vë zyrtarisht në nënhetim pronarin e One Albania në skaner kontrata prej 3.1 miliard eurosh. Ish drejtori i Zërit Amerikës për Euroazin, Frank Shkreli, nga politika e ideve te politika e pushtetit, çfarë ka mbetur sot nga mendimi politik i Arben Xhaferit, vjen në faqen 11. Partia Socialiste. Rama për unë heret, protestat tregojnë një Shqipëri evropiane. Ministri Demo, skrapari tërheq turist me bukurit e ujvarave. Ministri Nufi, ushtria është e angazhuar në përballimin e zjarreve. Salla, bashkimi në ferma, mundësi zhvillimi e ekonomisë lokale. Vjen në faqen 2. Afera 10 milion euro e Pogës, skandali i tenderave të Arlinda Pogaj, në qarkun e Elbasanit mbi 38 milion euro janë ndarë në marrëveshje me krimin. Virusi i tenderave kap edhe KLG, 19 laptop dhe 39 kompjutera shkojnë për skrap duke u shitur me pesh. Në faqen 4 deri në faqen 6 vjen ky shkrim. Noti shqiptar. Qyteti liqenor mbylli veprimtarinë e notit me përmasa kombëtare. Presidenti i Federatës Shqiptare të Notit, Agim Qiraku, vlerësim për të gjithë garuesit. Agron Ruvina, respekt i historisë. Flasin Sadik Mema, Vladimir Mato e Sotira Shiftica. Ftesë dhe garë në liqen, po Gradeci e nderoi notin shqiptar në faqen 14 dhe 15. Mozaik dhe aktualitet. Bashkim Koçi, miku ynë Selfo Allka, një jetë mes labërisë dhe myzeqes. Çano Nora, rrëfimi i Tonina Hido, për nxënësin e saj që u bë shkrimtar në faqen 10 deri në faqen 20 vijnë këto shkrime. Mjeksi, 10 ushqimet më të mira për të konsumuar këtë verë, nga salca e domates, bulmeti, misri, zier, borziloku, avokado, ujë e të tjerë në faqen 17. Në rubrikën opinion dhe koment, romani Dritës Lux Lumen të Mimoza Hafizit nga Luan Rama në faqen 21 vjen ky shkrim. Maliq Bregu, simboli i mësuesis, nderi i Tomorit nga Nuri Çuni, kryetari i Kuvendit Kombëtar të Shoqatës Atletare Kulturore Tomori. Këto ishin edhe titujt kryesor të gazetës Telegraf për këtë mëngjes. Dhe pas gazetës Telegraf, ne do të ndalemi në një tjetër gazetë të përditshme, do të shohim titujt kryesor të gazetës Sot. Kush po i luan fijet e fshehta në prapasken për t'i ngulur kthetrat mbi protestën, Grid Roy paralajmëron zhvillime të forta, jasi lëvizja po përgatitet të kapet dhe të përdoret për një përzierje formale të pushtetit, ja e vetmja zgjidhje për të shpëtuar, në faqen 3. Vion revolta kundër hartës së re territoriale, protest në Prenjas, Divjak dhe Rogozhin, qytetarët thirrje këshilltarëve të majtë e të djathtë të votojnë kundër draftit të Partisë Socialiste. Në faqen 6. Deputetët notojnë në luks, ndërsa shqiptarët mezi shtyjnë muajin. Niko Peleshi hap thesin, 400.000 euro për të fluturuar, 200.000 për të ulur, 250.000 për karburant dhe gosti, ja fatura kripur e Kuvendit në 2026, vjen në faqen 9.
Armiqësie reme, pazar i vërtet. Gazetari Poli Hoxha zbulon lojën e fliqur Rama Berisha, jasi po lëvizin gurët para goditjes nga SPAK dhe pse frika nga revolta e qytetarëve i bashkoi sërish në faqen 4. 25 gushti, fillimi i ndryshimeve për qeverisjen e vjeshtës. Edi Ramas pastrime në kabinet, priten surpriza të pakëndshme për një pjesë të ministrave. Në faqen 5. Dosja e zezë e pasurisë së Blendi Gonxhes zgjerohet nga lidhjet e dyshimta me biznesmenin që shfaqet pas kontratave publike, te kalimi i kompanisë familjare, te bashkëshortja dhe rritja e shifrave nga 564.000 euro në miliona, misteret që kërkojnë përgjigje. Në faqen 2. Afera me Kajon i kalon të gjithë kufit. Paguhet çdo muaj 1.2 milion euro më shumë se kredia ushtarake e SBA-s. Tabelat e thesarit zbulojnë skandalin. E gjeni në faqen 8. Telashe për One Albania, pronari në nënhetim të thelluar nga qeveria hungareze për kontratat publike dhe marrëdhëniet financiare me shtetin. Shtetëzimi i rem i dializës hapet tender 50 milion euro për 4 vitet e ardhshme. Oligarku Allajbeu i Spitalit Amerikan bëhet gati, zbardhen detajet. Në faqen 7. Gjahit Bushati, autorët duhet të shkruajnë me përgjegjësi ndaj lexuesit dhe letërsisë, vjen në faqen 19. Ky shkrim. Në rubrikën koment dhe analizë do të lexoni nga Vladimir Shyti, kohës së maskarejnve i erdhi fundi. Nga profesor doktor Pal Nikolli, 36 vjet pasuria e një vendi dhe dështimi i një elite politike. Nga Tomor Shasho, besimi që është tundur dhe pyetja kush do ta bëjë Shqipërinë e re. Nga Bujar Leskaj, Rama, minuesi të ardhmes së aeroportit të Vlorës dhe shkatruesi të ardhmes së Shqipërisë. Në rubrikën Rajon dhe Botë do të lexoni: Kosovë-Serbi, lufta nuk zhvillohet vetëm në politikë, si po përplasen shërbimet e inteligjencës në terren, ja prapaskenat. Vinë në faqen 12. Lufta në Ukrainë hyn në fazën e re. Rusia dhe Kievi përplasen për avantazhin e fundit para negociatave. Ja çfarë fshihet pas ofensivave dhe sulmeve të thella dhe si po ndryshon llogaritja e SBA-s. Kina në luftë të fshehtë me Perëndimin, zbulohet rrjeti i spionazhit që depërton në kompani, universitete dhe teknologji. SBA përgatit goditjen e radhës ndaj Iranit, zbardhen skenarët që po shqyrtohen në shënjestër nafta, bankat kineze dhe rrjetet financiare të Teheranit. Këto ishin titujt kryesor të gazetës sot për këtë mëngjes. Do të ndalemi tani te zhvillimet nga sporti, do të shohim lajmet dhe titujt kryesor në gazetën më të madhe sportive në vend, gazetën Panorama Sport. Anti Egnatia, mungesat konfirmojnë Kafuriçin. Xhixha nuk është për 90 minuta, Ndong bashkohet gjatë javës. Trajneri i Tiranës është në ankth për organikën, Vera mungon deri në shtator. Në faqen 4 zbardhen këto dinamika. Legionarët, gol nga Seferi, Broja, Mitaj dhe Daku marrin skenën. Fundjavë pozitive për futbollistët e Kombëtares, zgjerohet sulmi Kuqezi në faqen 11. Demat e kuq, Partizani, Bratu, të mendojmë edhe për tifozët. Vjen në faqen 5. Pritet portier, Vllaznia mbyll testet, Martini nuk gjen fitoren. Në faqen 7. 2 goditje, flamurtari bëhet stop,
Estrela dhe Gjata Kuqezi, në faqen 5. Mes fushori Dinamos flet për sezonin e ri dhe merkaton, jemi të uritur për titullin, Qerdaku, asgjë e pamundur, duam kualifikimin. Vjen kjo intervistë e Qerdakut në faqen 3 të gazetës Panorama Sport. Vjoj mëtej, kampionët nga emergjenca të Dede, basti që doli jackpot. Problem sulmi, Interi thuajse perfekt, synohen edhe përmirësime, në faqen 18. Trajneri i Milanit, Amorim, Rafa duhet të luftoj, Menja luan në Torino, në faqen 16. Barça Rodri, nga Oxhaku shihet tymi bardh, në faqen 20. Deklarata Ronaldo, ky është ndoshta viti im i fundit në futboll. E gjeni në faqen 20 këtë deklarat të Cristiano Ronaldos. Kjo ishin titujt kryesor të gazetës Panorama Sport. E gjeni çdo ditë në çdo pikë shitje të gazetave në vend, gazetën Panorama Sport, për të informuar me lajmet më të fundit dhe komentet e analizat nga bota e sportit. Dhe për gjithë ata që sapo na janë bashkuar, ne do të rikthehemi edhe një herë titujve kryesor të gazetës Panorama. Gazeta Panorama vjen me kryartikullin Diaspora në shesh, s'ndalemi. Aktivisti denoncon përpjekjet për shuarjen e protestës para shtatorit, thirrje për qëndres. Sankcionet nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Diaspora ju bashkua edhe mbrëm protestës së 78 përpara kryeministrisë për dorëheqjen e Edi Ramës. Një prej aktivistëve denoncoi përpjekjet për shuarjen e protestës përpara shtatorit, duke u bërë thirrje qytetarëve për qëndres. Një tjetër protestues hodhi akuza të forta ndaj qeverisë dhe politikanëve të Partisë Socialiste, duke kërkuar ndërhyrjen e Departamentit Amerikan të Shtetit për vendosjen e sanksioneve ndaj tyre, në faqen 2 dhe 3. Pas 5 netësh mbyllet festa në Drenov, vizitorët shijojnë Bira Korça e Bira Tirana mes traditës dhe muzikës. Festa e birës, vizitorët Birën Korça e kërkojmë edhe në Itali, pjesë e Pandar edhe Bira Tirana. Hakmarrja pas 15 vitesh, si dështoi atentatin e Elbasan, shënjestra ishte Kërtezi, dëshmia e Boriçit. Autori Poli Boriçi e bëra për t'u hakmarrë për vllajin, në faqen 6. Modeli i qeverisës përtej numrave 15 bashkim më pak apo 39 më shumë, në faqen 10 dhe 11. Faza e parë, legalizimet e reja, objektet që marrin lejen për pronën, në faqen 22. Botimi, Virgjil Muçi rikthehet me udhëtimin kokkrisës të fëmijës plastik. Vjen ky shkrim nga doktoresha Esmeralda Strori në faqen 22 të gazetës Panorama. Në rubrikën Opinion do të lexoni Qeverisja vendore në mbretërinë shqiptare nga Ekrem Spahiu. Liri individuale, jo arbitraritet social nga Gzim Tushi, vjen në faqen 19. Paranoja e diktaturës në 1977, si një letër anonime çoi 2 punëtorë në burg për portretin e Mao Tse-dunit, pas ndërprerjes së marrëdhënieve me Kinën. Nga Pëllum Vreka vjen ky shkrim në faqen 16 dhe 17 të gazetës Panorama. Ishte ky titulli i fundit i gazetës Panorama për këtë mëngjes. E gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend për t'u informuar me lajmet, analizat, komentet dhe opinionet më të rëndësishme për çështjet MNZ. Gazetën Panorama
Ndërkohë që kemi mbritur në fund të kësaj pjese të parë me shtypin e ditës, do shkëputemi shumë shkurt për publicitet, rikthehemi pas pak në hapësirën e telefonatave së bashku. Jemi rikthyer sërish në studio dhe ashtu si çdo të hënë kemi zotin Kujtim Hoxha, ekspert i pensioneve, për t'ju dhënë përgjigje të gjitha pyetjeve që ju keni ngritur gjatë javës për pensionet, por do të ndalemi edhe sot tek çështja e pensioneve të emigrantëve dhe kryesisht emigrantëve nga Italia, pasi ka patur shumë interes, duke qenë se në këtë kohë shumë bashkëdhetar tanët që jetojnë në Itali kanë ardhur të kalojnë pushimet edhe krahas pushimeve përpiqen që të mbledhin edhe dokumentat e pensionit apo të informohen lidhur me procedurat e tyre të pensionit. Jemi me zotin Hoxha për të na sqaruar se çfarë duhet bëjnë emigrantët në mënyrë që të përfitojnë dhe cilat janë ato dokumenta që duhen, por do të kemi edhe mundësi që ju ta pyesni vetë zotin Hoxha, ashtu siç keni shprehur interes gjatë javës lidhur me këtë çështje. Faleminderit. Si gjithmonë. Javën e kaluar folëm një çik për pensionet, për marrëveshjen e pensioneve me Italinë, ju e sqaruat, megjithatë ka patur interes gjatë kësaj jave, kemi patur telefonues të shumtë që kanë shprehur interes për këtë çështje. Do doja që ta vjonim atje ku e lam herën e kaluar. E lam tek mosha e daljes në pension. Italia nuk ka një moshë specifike për daljen në pension, mjafton të plotësosh vitet e punës, ndërkohë që Shqipëria ka një moshë specifike dhe këtu ishte një mos rakordim mes atyre që donin të dilin në pension dhe kishin plotësuar vitet e punës, por nuk dilin dot në pension në Shqipëri. Si duhet veprojnë këta qytetarë në këtë rast? Një nga problemet që has në këtë marrëveshjen e lidhur midis qeverisë shqiptare dhe qeverisë italiane për njohjen e periudhave kontributive për të dy vendet, duhet të theksuar që me të drejtë shteti italian i nxjerr qytetarët e vet në moshën 67 vjet. Ndërkohë ka një nen përkatës në ligjin e tyre që nëse plotson 43 vjet punë, mosha nuk respektohet me 67 vjet, por mund ta marrësh para kohe pensionin, duke qenë të themi edhe 63, 64 vjet. Mjafton të plotësosh 43 vjet. Në këto kushte, të gjitha detarët tanë duhet marrin informacionin për të bashkojnë edhe periudhat që kanë punuar në Shqipëri, veç atyre që janë të dokumentuara në shtetin italian. Po këtu fillon ajo ngaçi dhe mos rekordimi i kësaj marrëveshje në lidhje me njohjen e periudhave të vjetësisë në punë, sepse në Shqipëri ka mjaft probleme për gjendjen e dokumentave, të cilët administron Fondi i Sigurimit Shoqëror, që është pranë Lundrës dhe varet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Një pjesë e dokumentacionit në ish ndërmarrje shtetërore, ish në bet, ish kooperativat janë dëmtuar, janë bërë të papërdorshme edhe për këtë shkak. Për njohjen e periudhave ka një procedurë e cila zbatohet këtu brenda në Shqipëri, po për te kufive dalin disa barjera të cilat pengojnë këtë realizimin e pensionit para kohe nga adetarët tanë që punojnë në Itali. Sepse legjislacioni ka parashikuar që shtetasit aplikojnë në vendin ku ka rezidencë. Pavarësisht se shqiptari banon në Itali dhe me që se banon në Itali, e i aplikon në zyrat e sigurimeve shoqërore në INPS për periudhat e punës që ka punuar në Shqipëri dhe kjo periudhë, si pas deklarimeve që ka bërë qytetari, duhet të konfirmohet nga një zyrë që është në Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe
të shpijet pasaj për të vepruar në shtetin italian. Një pyetje në këtë pikë të vitet e shqiptarëve në Itali. Shumë shqiptarë, për të siguruar të ardhuar për familjen e tyre, kanë bërë edhe 2 punë, edhe 3 punë në Itali. Ndoshta nuk kanë qenë të siguruar të gjitha, por në rast se kanë qenë të siguruar në 2 punë, a dalin më shpejt në pension, a llogariten më shpejt vitet e punës? Kjo llogaritet kështu. Si vite, ato efektivisht viti është një lloj, por brenda një viti po e marrim një vit, pastaj kjo vazhdon edhe prapë në koncept edhe për vitet e tjera, nëse ka punuar në më shumë se një punë, mbiten kontributet. Por nuk mbiten, për shembull të themi, në vitin 2026 ka punuar në 2 punë dhe t'i ziret 2 viti. Një vit është efektivisht. Por kontributet rritet kontributet, dhe më thënë kontributet më të larta. Pensioni është më i lartë. Mi lartë, po. Kështu llogaritet edhe në Shqipëri, për punët që qytetarët shqiptarë kanë punuar në më shumë se një punë në Shqipëri, mblidhen kontributet. Megjithatë, kjo është gjë e zgjidhshme kjo e kontributeve 2 fishta ose edhe 3 fishta, ajo që është e rëndësishme për shqiptarët që jetojnë në Itali është konfirmimi i punës që kanë bërë këtu, sepse në shumë raste ato dalin që nuk konfirmohen, sepse qytetarit i dalin me korrigjime dokumentat në Shqipëri, i dalin me hyrje, ka filluar punën në një moment caktuar, po nuk ka mbyllur ai shefi personelit që ka qenë, që të tregoj që ka punuar dje në këtë datë, dhe për këtë shkak, në shumë raste, ai detyrohet të t'i drejtohet gjyqit edhe për këto raste ose t'i braktis, t'i mojë ato shukur Po në rastet kur një qytetar shqiptar ka punuar në Itali, ka derdhur kontributet atje, por nga ana tjetër ka qenë edhe i vetë siguruar në Shqipëri, ka paguar sigurimet si bujk privat apo si, po themi, i vetë siguruar. Atëherë në këtë rast në marrëveshje është parashikuar që nuk duhet të ketë dublime. Pra, periudha punës të dubluar, sa ju s'ka patur mundësi të punoj edhe në Itali edhe në Shqipëri. Por, i është dënë mundësia që të bëj sigurim bujku privat, me që nëse ka patur tokë këte. Inspektorët tanë të bujkut privat kanë patur një plan për të realizuar ato të ardhurat, ata kanë shikuar vetëm që ai është banor në zonën përkatëse, në zonat rurale, ka patur tokë dhe pa pyetur që qytetari është brenda kufive ose jo, tash i kanë filluar i pyesin njerë, marrin informacion, pastaj bëhet ajo derdhja e kontributeve, dhe në këtë mënyrë dalin qytetarë që kanë, për të njëjtën periudhë, kanë 2 kontribute, një në Shqipëri, një në Itali. Në këto raste, ato shuhen këto që janë në Shqipëri, dhe merret vetëm ajo pjesë. Sa ju ka ikur kot ajo pagesë e kontributit? Pagesë e kontributeve ka ikur kot. Ajo i njetë si periudhë pune vetëm për ato periudha pune që ai ka banuar dhe ka punuar efektivisht këtu. Për pjesën tjetër, kur është larguar, ati nuk i njetë, e pjesa pasi është larguar, ka derdhur kontribut si i vetë punësuar në bujqësi, po ka patur raste, mua më ka vjetë në 3 raste që kanë dashur të bëjnë sigurim vullnetar, që të plotësojnë këtë vitësi pune. Morëm atë informacionin e gabuar, sepse nuk u treguan të sinqert, ose u treguan të pakujdesshëm për periudat që ata i kishin bosh këtu, pra u siguruan edhe për sigurim vullnetar për periudat që ishin qenë në Itali. Në këtë rast, me një kërkesë, në sigurimet shoqërore të Durrësit ka ndodhur kjo, gjetëm mirë kuptimi dhe u spostuan ato, se vlerën një lloj kishin, nuk kishe në një dëm ekonomik, u spostuan në... Pata qytetarë që i kam paguar, po themi 10-15 vite kontributet vullnetarisht këtu, nuk mund të bëjnë kërkesë për t'i tërhequr ato? Jo. E drejta për të tërhequr ato kontributet, parat e derdhura për kontribute, ruhet deri në 5 vjet. Po kalëvi 5 vjet, ato mund të kthehen në sigurim vullnetar, është një opcion. Megjithëse është më pak i favorshëm ajo, po sidoqoftë nuk i kin kot. Ato mund të sistemohen për periudat që janë bosh. Megjithatë, në këto raste, qytetarët shqiptar kanë interes që për kontributet që kanë dhënë këtu do aplikojnë
për një pension të pjesëm sa t'i dalë këtu për ato kontributet, nësa për kontributet në Itali, aplikojmë për pjesën që kanë në Itali. Rëndësishme është këtu për të kuptuar këta që mbledhja e kontributeve të dy vendeve do t'jetë jo e dubluar. Në ato rast bashkojnë ato dhe janë të vleshme për të rritur edhe vlerën e pensionit në Itali. Mirë, ndalemi tani të telefonatat, presim pyetjet e qytetarëve, ka patur interes gjatë kësaj jave, me siguri shumë bashkëdhetarë që janë këtu do të interesohen për këto çështje gjatë kësaj kohe. Presim telefonatën e parë. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. 24. Po, jeni drejt për së drejti. Faleminderit që na hapni një penxhere për ne pensionistët. E falenderoj edhe zotrin. Edhe kemi problem, unë edhe gruaja, kemi punuar prej 20 viteve në Itali. Unë kam punuar edhe në Gjermani dhe i kam bashkuar vitet me Gjermanin. Gruaja u bë një vit e tha që i ka futur dokumentat, është po bë 64 vjeçë, edhe nuk i ka dalë ala në Shqipërinë. Është datëlindja 63. Atëre, si pas informacionit që nga dha qytetari në lidhje me pensionin, ose bashkimin e kontributave të punës të zonjës së vetë në shtetin italianë dhe së bashku me këto të kontributet në Shqipëri, duke qenë se është datëlindjes 1963, asaj ka lindur e drejta për të përfituar pension në moshën 61 vjetë e 10 muaj, pra i ka dalë vjetë e drejta, llogarit bëhen kollaj, juve duke ditur datëlindjen eksakt të zonjës tuaj, e kuptoni që me rregullat e shtetit shqiptar i ka lindur e drejta për pension pleqërie. Ndërkohë, asaj i linte drejta si pas akt marrëveshjes, po edhe ana morale, po edhe ligjore, që ajo ka kontribuar në shtetin italian dhe kontributet e saj duhen vlerësuar. Për këtë, mbushen janë 4 formularë plotësohen këtu në Shqipëri, mund të plotësohen në Institutin e Sigurimeve Shoqërore, është një zyrë që merret marrëdhënie me jashtë për të mbështetur qytetarës shqiptarë që banojnë që kanë kontribuar në Itali, se në këtë rast, si pas asaj që kuptova unë, ajo ka kontribuar atje, po është me banim këtu sot. Dhe ka të drejtë të aplikoj, të plotësoj këto formularë dhe në momentin që konfirmohen nga shteti italian, ka një procedurë ata. Po sa zjatë, se zotëria sa kemi një vit e gjysmë që i kemi... Këtu varet nga problemet edhe nga plotësimi atyre dokumentat, duhet jenë shumë strikt, janë ca zyra, veç kësaj zyre shtetërore të patronatit që quhen, janë 3 zyra në Tiranë, të cilët ndihmojnë falas, ata i paguan në shteti italian, me politikat që kanë ata, dhe duke plotësuar këto se janë në qikë specifike, kanë të bëjnë me të dhenat, kanë të bëjnë me atë numërin e tatimeve që kanë ata atje, numërin e llogarisë, vendin ku ka punuar, se mund të mos jenë eksakt këta për ta identifikuar atje ku kanë punuar, megjithatë shteti italian i nxjerr në bazë të IT-s, të numërit të kartës së identitetit, ose atij numërit tatimor që kanë ata, dhe mund t'i deklaroj. Nëse ka ndodhur në rastet të tilla që procedura për një vit e gjysmë janë të pajustifikuar për të marrë një informacion të këtij lloji, sidoqoftë për të gjithë qytetarë që janë me banim aktualisht në Shqipëri, po kanë punuar në Itali dhe po aplikojnë këtu, janë çik më vështirë për të marrë informacionin, zgjatin çik si procedura. Megjithatë, drejta e përfitimit pensionit fillon që kur juve ju ka... Pra ky vit nuk i ikën, do t'i marri parat edhe për këtë vit. I merr që ditën që ka plotësuar moshën për pension pleqëri. Mirë, ndalemi te një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po? Me zotin Hoxha desha të bëj një pyetje, thjesht një informacion. Po, ju dëgjon zoti Hoxha, cila është pyetja? Unë dua edhe 2 vjet për dalë një pension. Po problemin e kam se kam paguajt një anë të tresh. Në 2008 kontributet, që kanë qenë atë një ligj, i paguajt gjitha një herë.
Tani këto ndikojnë në vlerën e pensionit kur ta nxëllon për pagesën mujore, apo thjesht në vite kalendarike. I ka paguar nga 93 në 2008 një herësh. Atëre, si pas informacionit që datë juve keni bërë sigurim bujku privat që nga data 1/10/93, atëherën kur ka hyrë ligji i sigurimeve shoqërore dhe në fund të vitit 2008. Për të shikuar efektin e pensionit, duhet kemi parasysh dy gjëra. E para vitet e punës që keni realizuar gjithsej në atë moment që keni dalë në pension, të cilat duhet t'jenë nëse plotësoni moshën për pension në vitin 2026 që jemi ne, ju nevojitën 39 vjetë dhe në varësi të vitit, se mund të dilni edhe më vonë, çdo vit shtohet nga 4 muaj, derisa të arrijë 40 vjetë. Pra, njeri nga faktorët është vjetërsia e punës që keni, kontributet që keni, dhe ku i keni këto kontributet, sepse periuda para 93 duke qenë si i sigurua, si bujk privat, ti përshtypjen që duhet të ketë dy alternativa, të kesh punuar o në kooperativ, se vetëm ata kishin marrë në tokë nga ligji 7501 dhe ju linte drejta për të dalë, për të bërë kontribute, të bujkut privat, ose në nëbet. Dhe në këtë rast, kur e gjithë puna është në shtetë, do më thënë ishte në nëbet dhe vazhdojnë tjetë e tillë, sigurimi bujkut privat quhet periudhë sigurimi në shtetë, do të mini një pension më të lartë nëse do të krahasohet për periudhën para 91-shin, që të keni qenë në ish kooperativat bujqësore, se vlerësohet pak më ndryshe, jo? Merr një pension më të pakët. Sidoqoftë, ju krahasoni me një pension nëse plotësoni këto 39 vjet ose edhe më shumë, derisa të plotësoni moshën për dalë në pension, do të mini një pension relativisht më të lartë se ata kolegët tuaj që kanë kolegë. Ata qytetarë që kanë plotësuar moshën më përpara, të cilët sot vërtetën rreth 190.000, juve nëse do t'i keni ato vitet e plota, që nevojiten në momentin që dilni në pension, do të mini jo më pak se 240 dhe 260.000, po t'i keni me minimalet gjithë. Besoj është i qartë edhe zotëria. Presim një tjetër qytetar me pyetjen për zotin Hoxha. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po? Jo, jam edhe një zotëria që fole, nuk mora sqarim. Unë... Për bashkëshorten? Po, për bashkëshorten. Unë jam resident në Itali, nuk jam në Shqipëri. Po se nuk e shpreh qartë, pra jeni rezident në Itali dhe i keni futur dokumenta dhe në Itali dhe në Shqipëri? Jo. Ke patronati Ines, këtu në Tiranë. Atëre... I kam futur në të dyja. Në të dyja. Atëre ju do pristin konfirmimin e vjetërsisë në punë nga shteti shqiptar nëpërmjet Institutit Sigurime Shoqërore, me që se jeni rezident në Itali, aplikoni pikrisht atje ku keni rezidencën dhe do të prisni informacionin që do të meni nga shteti shqiptar për ato periudat që ju keni deklaruar se ku ka punuar zonja. Sigurisht ajo do të konfirmohet sepse ne si Shqipëri kemi defektet tona në atë administrimin e dokumentave, është jo gjithë periuda e shedhur në databazë që të merret në mënyrë elektronike dhe të shpejtë. Shumë mica e vjetësisë në punë, sidomos ajo para 93 ajo është manual, do ta kontrollojnë, do shikojnë gjendjen e regjistrës, se mund të hynë ato që kanë probleme me korrigjime, me gjëra, sa ta saksojnë ata, domethënë është një procedurë me vështirë nga shtetet me më shumë kohë. Po, shkoj një vit e gjysë, të Shqipërisë. Që të themi, neve i kemi kritikuar kështu, parimisht është e papranueshme që të zgjatë kaq. Sigurisht mund të zgjatë më shumë se sa zgjatë në Itali, për atë pjesën e Italisë, por... Jo, në Itali ti nxjerrin për njerë. Ti nxjerrin me njerë, se i kanë edhe këte pëtëm në databazë. Edhe këtu në Shqipëri, që jam pas... A ka në një gjë që mund të bëjë ankesë në institut? Jo, po s'kanë ata, ku do bësh në ata, po i shikojmë. E kam bërë ankesën ke sigurimit shoqërore, edhe sa e kam fajnë Italia.
shkojnë në Itali e ka Jo, në këtë rast është faj i administratës sigurimeve shoqërore në Shqipëri. S'ka të bëjmë me Italinë. Do të punuar një cikë, me i boj një kërkesë e dirama këtyrëve. Mirë, zotri, besoj e qartë, tani duhet presësh përgjigjen nga sigurimet, nuk ke zgjidhje tjetër. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Ja. Mirë, me sa duket ka rënë linja, presim një tjetër qytetar, përshëndetje. Alo, Po, përshëndetje. përshëndetje. Përshëndet zotin Hoxha që në animon me këto shërimet. Unë kam një vit që kam bë aplikim për pension në Itali. Edhe akoma asnjë përgjigje. E ke bërë aplikimin në Itali apo në Shqipëri? Në Shqipëri, se unë jam rezident në Shqipëri. Je rezident në Shqipëri. Ke punat gjithë zoti Hoxha. Ke punuar në Itali dhe je kthyer në Shqipëri? Po në Shqipëri unë kam dalë, kam 10 vjet, jem datin e 50, kam 10 vjet, jem dalë në gjë. Kam aplikuar dhe u boj vit që në bim përgjigje fare. Është e vërtet, sidomos për ata shqiptarë që kanë kontribuar në Itali dhe së fundi rezidencën e kanë në Shqipëri, është më vështirë bile është në tratativë qeveria shqiptare për të reguluarin që këtë marrëveshjen, sepse për periudhën e shqiptarëve që kanë punuar në Itali dhe aktualisht jetojnë në Shqipëri, nuk e kishin parashikuar fare këtë si eshte. Kjo është edhe arsyeja që... Janë disa njerëz që kanë marrë. Ka një vit kanë marrë 5-6 vjet. Po mirë, shko, në morinë e 4-500.000 shqiptarëve që jetojnë në Itali, po që në Shqipëri ka lindur e drejta, mund t'jenë këtë vit 20-30.000, jo të 500.000, pra këta dalin dora dorës, nuk dalin të gjithë. Po mirë, një vit 6 vete, një vit 6 persona, 7 persona këna ke besida. Si ka mundsi, kush, si ndikon shqivia, nuk ndikon shqivia jo? Duhet t'i konfirmoni, ju me të drejtë... Ju me të drejtë ngrini shqetësimin, për këtë duhet të dalë, si të mburoj, dhe të ata përfaqësuesit e shtetit shqiptar, në këtë rast, që janë deleguar për të marrë me këtë punë, të kërkojnë më shumë llogari dhe të bëjnë punën më përgjegjshmërisht për të zgjedhur rallet e qytetarëve, siç është rasti tuaj, po si e i vetmi, janë masive këto. Ky është mirë shqiptar. Kjo është shumë problem. Dhe për këtë duhet të angazhohet qoftë qeveria, të mos merret më shumë me propagandë, sepse kjo pothuajse kjo akmarrëveshja funksionon shumë ngadalë. E qartë, mirë, besoj është i qartë edhe zotëria. Po tani, zoti Hoxha ta dha një përgjigje për këtë, nuk është se i nxjerr zoti Hoxha këto, duhet që shteti shqiptar të përshpejtojë procedurat. Besoj i qartë edhe me shpjegimin që administrata shqiptare nuk po punon me shpejtësinë e duhur që t'i ndihmojë qytetarët. Ose duhet të shtojnë sportelet ai të futin njerëz më shumë për të marrë me këtë punë. Problemi i administratës shqiptare në këtë rast. Regjia, kemi kohë edhe për një telefonat tjetër apo duhet ta mbyllim? Mirë, e kemi edhe një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Uleni zërin e televizorit dhe na dëgjoni nga telefoni, zotri. Alo. Po. Përshëndetje. Po, përshëndetje, pra. Kam një pyetje me zotin Kulpim. Po. Dalë në pension në maj të 2027. Dhe tashti unë kam mbaruar klasën e 8. Njëse vitet e punës mbas siç kam mbaruar klasën e 8. Sa ke mbaruar klasën e 8 ke nisur punë? Po, të vinte atëherë pa punë. Atëherë duhet të kuptojmë një gjë. Po. Juve plotësoni moshën për dalë në pension në vitin 2027 në maj, dhe për këtë ju nevojiten 39 vjet e 4 muaj punë. Po. Pyetja tuaj që me të drejtë ngrihet që a njehen ato vitet e punës me njerëz sa kanë mbaruar klasën e 5,
Klasën e 8. Klasën e 8, kur e keni? Klasën e 8. Dhe legjislacioni i kohës parashikonte që me njerë që nga mosha 15 vjeç, 14 për ish kooperativat bujqësore dhe 15 vjeç për ndërmarrjes shtetërore, do të futeshe në punë. Aktualisht me gjendjen që ka të dokumentacionit Instituti i Sigurimeve Shoqëror që e ka të pjesshme, një pjesë e ka edhe të papërdorshme, ka nxjerrë ligji 7 të vitit 2025 që njeh si periudha pune që nga mosha 18 vjetë dhe në vazhdim. Mosha 18? Mosha 18 vjetë dhe në vazhdim. Nëse juve kini dokumentacion ose të dhenat e punës tua janë parashikuar dhe janë të pastra në regjistër, ato meren edhe para moshës 18 nëse ekzistojnë. Nëse s'ka dokumenta, meren 18 vjetë dhe la. Nëse i ka në librez? Nëse i ka në librez, quen si pas librez. Ne si kooperativ ne janë ndjeku dokumentat. Në librez e keni? Atere... Ne janë ndjeku dokumentat. Ma digjo mua, ma digjo. Vitet e punës. Ma digjo. Në rastet kur ish kooperativat bujqësore nuk disponojnë dokumenta si rezultati i shpërdorimit të tyre të djegjeve, si veprohet. Ato njihen me plotësimin e një pjesë të dokumentave të cilat kërkojnë përfundimin e shkollës 8 vjeçare, kur e ke përfunduar, pra do marrësh një vërtetim që ke mbaruar të themi në moshën 15 vjetë. Dhe pas kësaj do të merrni një certifikat që keni qenë banori i asaj zone ku ti kërkon njohjen e periudhave të vjetësisë në punë. Dhe një dëshmi penaliteti, dhe këto njihen pa vajtur në gjyq, njihen që në moshën 14 vjeç, duke plotësuar janë një 2-3 formular për të cilën zbesoj se do t'i plotësoni vetë, po të keni mundësinë në një qytetar të ndihmoj që është specialist për këto punë, është me ligjin, është një ligj 169 të vitit 2019, ku parashikon që 73 ish kooperativa bujqësore që janë ndjekur, që njihen botërisht, ato do të plotësojnë këto dokumenta dhe do të njihen që nga mosha 14 vjetë. Dhe zotërisi njihen vitet nëse bën këtë procedurë. Besoj jeni i qartë, zotëri. Rosh, faleminderit. Mirë, ishte kjo telefonata e fundit për këtë mëngjes, për këtë çështje. Zotin Hoxha do të jeni sërish të hënën tjetër për të diskutuar të tjera çështje pensioni. Ne falenderoj shumë zotin Hoxha, i cili gjithmonë është i gatshëm për të ndihmuar qytetarët në emisionin tonë për të dhënë informacione për gjithë ata që kanë vështirësi në gjetjen e viteve apo në çështjet e pensionit. Shumë faleminderit zotin Hoxha. Faleminderit. Shumë shkurt publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera telefonata së bashku. Jemi rikthyer sërish në studio, jemi tani në hapësirën e telefonatave. Do të nisim kështu për këtë të hënë komunikimin së bashku në numrin tonë të telefonit. Presim telefonatën e parë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zoti gazetar, përshëndetje shqiptarve, respekt për kanalin tuaj që e subjektuar gjithë Shqipërinë se Evropën duke dhënë live. Atëre, respekti dytë është për gjithë ata qëndrështarë, për 80 ditë, edhe për mua janë vërtet eronjë. Eronjë dhe eronjë të eshtur që me atë sakrificë, me atë optimizëm, me atë gjallërinë e tyre, unë nuk them mua poft zotit, se ka dhe një zot që një ditë veproj. Atere, përshëndetja e dytë është për 3 ditët e kam për emigrantët, 14-15, me entuziazmin, me foljen, ato vajza dhe djemë të rinë që dhanat pasionin e tyre në këtë emisionin tuaj, unë një falenderoj për zëmërsisht, në respekt dhe në emrin tim personal, se s'kam gjë dhe a me asinjerim, por kam një pjesë të tokës time, jetës time, të Shqipërisë time, u bëj thirrje intelektualve, gazetarëve të shitur, ata eksponent që nuk dalin në fona, më të thos, Telepingo, se Ardigje, Bretët e tjere që bëjnë lojra televizive, ka pardisen, dhe këta çuna të ri, fëmijët e tyre, dalin në shesh, dalin në protesta, për një realitet të shqiptare, që kjo shqiptarizm është drejtdjegës, zjarret drejtdjegës, kryeministri Shqipërisë vetë jep kena US
një këngëtari zezak 4 miliard euro, ka të imagjinojnë një shqiptar, kur këtu nuk ka helikopter dhe avion janë të viteve 70. Kur këta helikopter të viteve 70, dhe ky njeri, për një qef të një teket të ti, vetës dhe subjekton kena uen. Tani, unë kam një dëshirë, u bëj dhe një thirrje, Tiranë, se nderuar Tiranë, nderuar administratën, në qoftë se keni një bindje, në qoftë se jeni njës me i qeni mentalitetin komunist, Shqipëria është në rrezik, vendi është në rrezik, ky njeri është me shkrimi dhe krimi nuk e lëshon. Prandaj, u bëj një thirrje publike, gjithë shqiptarëve, gjithë njerëzve, gjithë rrethëve, mos shiten për një vend pune. Nuk është Shqiptaria thjesht një vend pune, nuk është një kosere buk se pa një kosere buk, se dhe qëni do ta gjej një kosere buk në Kazan, por në një thirrje një tjetër, jo urrejtje me njëri tjetrin, jo ta shonë në fukarallëk njëri tjetrin, por me dashurinë, me shpirt, me vetarizëm, me ata që ngjyen tenën e tyre, ngjyen historinë nga Stambolli që Shqipëria quhet toka, ku më ka rënë poka, ku kam dashur gurat, ku më njojnë dhe gute thatë, ku jam rrit me thërrime, ku kam folë puntime në Shqipëri, ky vend i bukur bëhet. Por ka sa pana e këtyre njërve për 36 vjetë. E qartë, mirë, ta përmbyllim mendimin që të lëmë hapësirë edhe për tjerë qytetarë. Po i dashu, unë ju përshëndes edhe njërë për zëmësis dhe i bëj një thirrje në veçanti qytetit të Tirana, se që para Tiranës të viu nga Tepelena, e para Tiranës të protestoj, të realizoj, të mbështes stadiem se janë në të drejtën e tyre. Faleminderit dhe kalofshi një ditë të mbarë. Faleminderit edhe për ju. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, mëngjesi, zoti gazetar, mëngjesi. Mirë mëngjesi, nderuar. Bravo ati qytetarit, nëse ka që konferenca të gjata dhe ai tha mendimin e tij, i lumë që bravo të qoftë. Zoti gazetar, dëgjojmë në për gazetet që shkruhet, që bëhet në këtë Shqipëri. Kjo Shqipëri sot për sot ka marrë fund. Se ka marrë fund. Se këtu akoma veprojnë agenturat e huaja. Veprojnë shërbimi sekret i Bashkimit Sovjetik, i Beogradit, i Amerikës e të tëra, dhe këtu është bërë një lëmë që mas që do shumë mundim, do shumë kohë, do shumë sakrifisi që këtë punë të zgjidhet. Aty ka deputet, se s'do të ishin fare deputet. Dhe qytetarë do të ishin në burgjim të përjetëm, se kanë vrarë, të vrashin qilet sa mi veta me ndryshimin e sistemit e të modalës, të më ligjërosh, të më lapatitës, të postelat, është të ultimi i madh. Edhe qeveria ka gabime të rënda, se s'ka në botë në qeverit të mos ketë gabime në qeverisje. Por këtu populli do të mendoj mirë. Dëgjoj ca atje, ca protestus, që ata janë pioner fare, janë fëmijë të shkretës, të dalën atje e ishëm, qanë këto budallë që tregojmë që kemi pasur dhe kemi një kulturë shumë të ullët. Shoqërore, shtetërore edhe profesionale. Po mirë, fëmijët nuk kanë të rinjt, pionerët, nuk kanë të drejta shprehin mendimin e tyre si e duan ata Shqipërinë? Të shprehin, po si, jashtëzakonisht. Por ka një gjë, nuk kanë të drejtë as të qëllojnë me gurë, as të shajnë, Kush ka shëlluar dhe kush ka sharë nga fëmijët, nga ata që ju quani pionierë, nga të rinj, nga adoleshentët? Ndalohet me ligjë, zotëri, një minut. Ndalohet me ligjë një fëmijë 15 vjeç, 18 vjeç ta marrë në protestë. Mos në gut. Kush ta që ndalohet me ligjë? Ndalohet me ligjë. Të dalin fëmijët në protestë? Do të merret zvarr nga policia dhe të shkohet atje të hajë një gjobë të tij. Fëmija të merret zvarr nga policia? Treguam dhe sa gjëra që neve si kishim kur në identitet. Dale njerë, si e këtë të merret fëmija zvarr nga policia? Si të merret fëmija zvarr nga policia? Jo fëmija, more prindi që ka fëmijë, no, dëgjom. A, të merret prindi, jo fëmija. Më keq nga ata. Po ta them shumë shpejt. Ore zotëri, po fol qartë tani që do të kuptojmë. Nuk ka punë tasë policia, po prindin që ka marrë fëmijën ta nxjerrin në protestë, se atje mund të ndodhi një ngjarje, një fishek zjarr, një ujësill që tëra dhe fëmija mund të vdesë, kush do të mbaj përgjegjësinë? Larg qoftë. Keni bërë ju kështu. Të tërë. Edhe më nxirrni mua atje, gjithmonë Saliuni atë Ramon e drejtën e të birin. Janë këta. Këta do të ishin as qytetarë, jo pushtetarë. Ç'është kjo? Na vjen rënd, na vjen turp që të hapëm kanale televizive. Të uroj gjithë të mirat edhe kujdes. Ditë të mbarë, zotëri, ditë të mbarë. Do kem kujdes pa tjetër, faleminderit për këshillën. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje.
Flisni, u lutem, jeni drejt për së drejti, nuk ka për të zgjuar. Në dy fjalë desha thasha për punën e protestuesve që dalin çdo natë atje. Po. Po mirë më por vinë nga diaspora, vinë nga katër anët dhe i djeg barku për këtë Shqipëri. Si nuk i vetëm e një herë që shkojnë të ndihmojnë ata forcat e zjarfikëve, shkojnë shujnë i zjarri herë atje. Pastor për faqezet, vetëm vinë e rrjedhin vrerë këtu, joja se i djeg barku edhe i dhimbset ky popull. Jo mërë jo e bëjnë vetë se dunë pushtetin në tavolin, dunë të hajnë këto tani që gjoja janë masakrum nga pushteti. Me gjithë të falemderit që më gjove, se di se çfarë drejtimi ka çdo kush. Falemderit, zotëri, për mendimin tuaj. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Të një javë marë, zotë Saljani. Edhe për ju gjithashtu i nderuar. Tani, sot e gazeta kishte për punën legalizimeve. Tani, ka 35 vjetë që janë në shkeljet kushtetutës, çdo legalizim. Prandaj këmgull, jemi shtet informal dhe shtet kriminal. Kushtetuta çfarë efekti ka? Kushtetuta është themeli i një shteti. Në bazë të asaj kushtetute dalin ligjet. Si ka mundësi që vazhdojët akoma sot e kësaj dite, mas 36 vjetësh, demokraci në thonjza, që vetëm krim, korrupsion dhe demagogji kemi, si nga ndërkombëtarët, si nga këta plerat, që drejtojnë Shqipërinë 36 vjetë, që se u ka lënë nëna dhe babait të bëjnë çfarë duan me Shqipërinë. Si ka mundësi që të ndjen ndërkombëtarët që nuk zbatohet kushtetuta? Ka 2 nene se si fitohet prona, se si bëhesh pronar. Rastet vetëm kur legalizohet për interes çuk, kur kompensohet për interes publik, që kalon ndonjë vepër publike. Ne kemi një gjyqësor e thënshëm. Gjyqësor si shkollë natë. Tur për faqe vezë, që nga gjykata kushtetuesa që nuk zbaton kushtetutën, që ka frikë të kërkoj kryeministit ose qeverive zbatimin e kushtetutës në çdo nen, dhe jo vetëm kur janë kaps, këta plerat, këta kriminala që drejtojnë Shqipërinë, banda kriminale me imunitet. Vetëm kështu cilësohen nga gjithë ndërkombëtarët, banda kriminale me imunitet. Shqipëria shtet sovran. Çfarë shtet sovran më? Këtu ky psikopat, ky arrogant ka shitur çdo gjë, çdo gjë. A e kupton ti? Ti thua se Verozhës diktator duhet ishte Zvicra e Kroacisë sot. I mori pronat, i ruajti, i shfrytëzoi për interes publik. Dhe sa për dini, statuti kooperativës bujqësore thonte, në kohën e diktaturës, nëse prishet kooperativa, secili merr tokën e tij. Një pyetje dua të bëj. A di kur ka mbaruar hekurrudha Tiranë-Durrës? Në çfarë viti? Se di kur ka mbaruar. Në fund të vitit 1949. Domethënë sapo kishin dalë nga lufta, as 2 vjet, mbaroi hekurrudha. Me kazma, me lopata, me karroca dore, me tokmak, me shpirtin e sakrificës. Ata që sakrifikuan rinin marrin 200.000 lekë sot. Pension. Që absolutisht asgjë, të gjitha qeverit permanente që kanë kaluar, PD, PS, PD, LSI, PS, LSI, ku është minimumi jetik? Ku është minimumi jetik? Çfarë flet më djalë, çfarë flet? Ora këtu duhet të çohet i madh dhe i vogël, jo të rritën, të presin derisa të vi flakat të shtëpia. Dhe të pendohen një ditë. Po su bashkuan me protestuesit aty. Me ata invalidët që dalin aty, me ata pensionistët që sakrifikuan rinin, me trinë që kanë marru me masara dhe gjenë vend punë këtu, se vende s'është kush me lule, jo. E qartë. Mirë, unë të falenderoj zotëri për mendimin tuaj. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Një javë të mbarë. Edhe për ju gjithashtu. I përshëndes ka telefonusit.
edhe sidomos ata që flasin të drejtën e protestit. Edhe ju them turp të kenë atyre që nuk i pëlqen protesta. Kjo protest popullore nuk është protest politike. I ka ardhur popullit në majtë të unë dhe shpirti, në utëron do të me. I që thonë një lafi, nga ngre më kandari. A që ka, gjemë ditile ngre edhe ke punë, utëron do të me. Po ngordin, të mjetë janë jasë, ne të imletë të plejtë, ka të azil ku të vend, nga meras një azil, se duan të pagohet azili. Se në kohën ati me rumit azili ke pa leka, po do të mira leka që të ishtë në azil, si do belë, si do ngordin ne, na i të fëmija. A jetoj këtu. Ja konsideroj e vetë, të ende në mosën tonë të rigje. Të ndodhë veti pa një fëmi, pa një ashtë. Ja, është e vështirë gjendja në cilën janë pensionistët edhe të moshuarit që nuk kanë fëmijët e niprit e mbesat pranë. Është nga dramat e kësaj shoqërie. Po pikërisht për te dhe po shqipteti që moti do vi koha që do ndajnë për së gjalli, ja erdhja e koha, dole i lafet e vdejve. Unë ndajnë për së gjalli. Sa të vija i fëmija ti mësë fëmija te nga Amerika, nga Anglia, nga Estë, unë kam baruar. Kam njeri kushtë të bëjsh dhmet, kushtë të mësikoj, kushtë të shpirë në doktori. Apo kemi të doktora në që të vinë edhe në shtëpi, që të bëjsh 20 erë ambulancës se nuk të vinë. Rao që mund të të rastisë që të vinë të mështi. Se veshtë në ambulancë në lagjes nuk vete do të mështua me skop, me basun dorë, gjene lagje. Nuk të vinë doktore e shë lagje. Rao mund të vinë njerë, do të veç ati të paraqites ati. Për ilaçet, të marrin neve të pensioneve, kemi smurë, me rigurësim, që ne ka bërë me gjysë me rigurësim. Të vej vetë personi, po në kam fuqi të vetë e gjera atje. Këtë të dërgoj, këtu në ku jam unë, përse në këtu periferik, vetë në plejt jemi. Se vesh një numër telefoni nuk të lenë, nuk u ka ambulansa, ambulansë e lagjes numër telefoni. Që ta marrë telefon që të pak në vitë në qevë një lasë. Turpi botës me këtë palo stet, me këtë palo qeveri. Ne kështu kemi lindë për që do vdes, si taj, po këra linda, po këra do vdes, po të pak në të vdes me ndërë. Po, ja, këta pusë, pa i lështojnë këtave, këta së kam pronë të jemë se të tjatit. Por e bere, dyre diktatura qalë bere atje, bete 8 vjetë, po lero e vendit, po e interi atje mos dhe, ja, po e këtyre partive, pjeve të këtyre të komunizmit, këta maskarintët, pjeve në atyre po vene dhe lere e të rinë të marrin dorën, lere e të marrin qeverin të rinë, se unë po zduke fare, po ikin tërë të rinë, lere një orinin, lere një. Për ka një protestër, jo, së protestër është politike, se së protestër politike është popullore për ty e për mua e për tërë, se po ngordin me 100.000 ka pension. E ta si dilë atë në sani kokën jo protestat janë, që jo protestat janë ashtu. Jo flamingo, që flamingo ashtu. Po të kenë turp, falemderit të kësot një gazetar. Falemderit që ndëruar për shqetsimet që ngrite, janë shqetsimet e pothuajse pjesës më të madhe të pensionistëve ato që ngriti zotëria. Presim një tjetër telefonat, tani alo për shëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Të njëjtët njerëz dalin çdo ditë këtu. Vetëm nxin. Po mirë, ja, me që e ka pelinjen, ti zbardhe ti një qik. Sigur nuk jetohet të në Shqipëri, po unë shoh bulevardet janë plot, me gjyshër që shëtisin me nipër, me mbesa. Shoh lokalet plot. Shoh njerëz të veshur mirë, shoh njerëz të gëzuar. Ju vetëm nxini, sigur këtu nuk jetohet, tu është bë Kandahar. Qa flisim mëre? Jetohet mirë do me thonë, ti e lumtur, jetoni lumtur. Rije me hunja te, me druna. Mrama ti me druna ishin zanë atje. E shikoni këtë ju? Në grupe, me qeveria kriminale, shiva se kemi grupin kriminale me në protest aty. Me në protest, me shyre, me shari, me njës pa pik etike. Protesta, pa pik etike. Që shajnë, syrin familjet, shajnë gratë, shajnë nuk në gjonë aty. Se ta dhe majnë pushtet, ba. Por e në thamë se do na i zbardhje në qik, ti e nëzive më keqë. Po pse këta bujojnë nëziva? Po ti e nëzive më keqë, o ti thamë vetëm marrin telefon, flasin zi, ti e nëzive më keqë. Sa liun për dit aty, e sa liun burk,
Ore, a thoni Saliumburg ju News 24, a thoni Saliumburg. Themi në emër zotëri thot protesta, ne transmetojmë atë që thot protesta. Ju gazetar, jeni pjesë. Ne transmetojmë protestën, zotëri. Ore, Saliun a donin burg, a donin O, zotëri, ne transmetojmë protestën. Ne transmetojmë ato që duan qytetarët. A që është për burg, ha? Ato që duan qytetarët, më zotëri, ato transmetojmë. Në çfarë thuhet në protestë, ne kemi lënë protestën nga fillimi deri në fund e kemi transmetuar. A shkon protesti? Unë shkoj si qytetar, shkoj edhe për të raportuar si gazetar. Dëgjon si në Saliumburg. Po, e kam dëgjuar, po. Po si e me Saliun e banë gjithë vitën aty ke televizioni? Po e ka hipokrit jeni ju. Mirë. E rëndësishme është që ti zotëri e i lumtur në këtë vend, kështu që unë të falenderoj që na soll edhe në pak lumturin nga jotja dhe kalojmë një tjetër telefonat. Tani kemi kohë edhe për një telefonat fundit para publicitetit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje ju. Mirëmëngjes, zotëri. Falenderit të gjithë për njerëzit që qënë halët e veta, se duke qënë halët toja që halët qënë edhe popullet tanë. Sepse individi bën popull. Dhe duke qënë halët e personale, gjithsesi bje edhe për pjesën e popullit. Ata që e të lumë të rinderuar, ne e tim që e një pjesë e Shqipërisë, një pjesë shumë e vogël, e limituar, e shumë të lumë. Sepse po vjedhin parat e emigrantëve i deru. Parat e emigrantëve që vinë nga jashtë. Dhe genë sejko me shokë me 4 bankët e Shqipërisë, po ja u merë shpirtin e në personëve që ato i dërgën parat për të pensionistët që i votojnë e diramën. Dhe ato që në militansat për të mbajnë babalarët e nanët, ja ka ullë në fundit euron dhe dolarin dhe poundin. Dhe këto janë shumë të lumtur ndoshta, sepse nuk e kanë ideje se ku punen fëmijët e tyre, ose mund ta kenë, por mjaftohen me Tiranë, mjaftohen me këto. Për fjalë për ato persona, nuk për fjalë për popullin tërësi. Se popullin tërësi nderuar nuk e voton në Tiranë. Popullin tërësi e Tiranën e ka refuzuar ka kohë. Pavarësisht se ai ndoshta dhe paguhet për të na ndërshkuar si shqiptar. Ndoshta dhe ka dhe nga ignoranca, sepse ai është në merë katesë, se e ka ndëshmuar vetë tani, dhe se kemi qenë ne, ashtu më thënë. Ka ndëshmuar vetë që ka katesë ke pesa. I ka thënë mjekët e vetë, dhe këto nesa e të të morë pafajsin, nëse ashtu që se do nxjerrë të apelin e deli pafajsin. Por ki popull që e voton, ne e di, që pjesë e popullit që thot ne jemi të lumtur, të tjetë bashkëfajtorë nëse. E qartë. Mirë, zotëri, unë të falenderoj për telefonatën edhe për mendimin që ndave me ne. Kemi ardhur në fund të kësaj pjese, pas pak do t'jemi me zotin Kujtim Hoxha, do të flasim për pensionet. Kështu që të gjitha ata që kanë telefonuar gjatë javës për të pyetur për pensionin, sot është dita ku mund të telefonojnë dhe të marrin informacion nga eksperti. Shumë shkurt publicitet, rikthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të fundit të Koha për të zgjuar. Do të vjojmë komunikimin së bashku në numrin ton të telefonit. Presim tani një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, me sa duket është larguar telefonuesi. Presim një tjetër telefonat. Jemi së bashku në këtë pjesë të fundit të Koha për të zgjuar. Në pjesën e dytë kemi qenë me zotin Kujtim Hoxha, ashtu si çdo të hënë për të diskutuar çështje të ndryshme të pensioneve, kryesisht ato me Italinë. Do të jemi sërish të hënën tjetër me zotin Hoxha. Mirë, presim një tjetër telefonat. Përshëndetje. Alo. Po? Alo. Përshëndetje, zonjë. Alo. Përshëndetje, flisni u lutem. Përshëndetje. Nga Mallakastra. Po. Ule zërin e televizorit dhe na dëgjon nga telefoni, zonjë. Unë kam një problem. Çfarë problemi? Unë nuk kam marrë ato bonusin. Kë nuk e marrë bonusin? Bonusin. Të tere kanë marrë dhe ne në këtu në Mallakastra nuk e kemi marrë. Pyeta unë mora në telefon ata e tha nuk kemi ashtu akoma.
Po si nuk kemi ashtu akoma? Nuk ka kaluar akoma? Si? Po Nuk kanë ardhur, thaj, nuk kanë ardhur gjirafieri, thaj. Po kur do vi? Kur do vi? Ju tha gjë kur do vi? Po, e pyeta unë dhe nuk kanë ardhur akoma, thaj, të gjithi kanë marrë, teksti. Mirë, ja, të hënën tjetër ne do jemi prapë me zotin Hoxha dhe e pyesim prapë zotin Hoxha për këtë çështjen e bonusit. Faleminderit zonjë. Do ta sqarojmë këtë çështje të hënën tjetër. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Nuk e di çfarë bonusi kishte fjalën, se bonuset e invalidit këta nuk i bonusin e pensionit, besoj e kishte. Nuk dha fare Dirama, vetëm se e dha fjalën e nuk dha, se unë kam një riun tim, prandaj po them. Për pensionistët dha, për invalidët nuk dha. Nuk i ka derdhur fare në përpostat e ku i marrin. Nuk i ka derdhur akoma, apo nuk përfitojnë? Jo, nuk i ndan fare sa ajo e postës. Nuk i ndan. Nuk ka fare për invalidët? Nuk ka fare, po. Vetëm ata tetrapregjikët për ata dhana. E qartë. Falenderoj të gjithë protestuesit. Një herë di çfarë do thosha? Po. Se ishte një parafoli se tha ata rinia shajnë me ju arrogante, asnjë nuk shajnë ata. Po Edi Rama është kryeministri, sa i ka bërë ata korba e sorba e talebante, çfarë si ka bërë me ju arrogante flet një kryeministër, çfarë pret në ti? Këta e shikon si vetë pritë sociale e kryeministri. Unë edhe që nuk shkoj dot aty se kam vajtur vetëm 2 herë kam vajtur, se nuk kam mundësi në Tiranë banoj, por kam një bebë të vogël të çunit e nuk kam mundësi të shkoj. Edhe i përkraj jo unë, po të gjithë përkrajnë protestë, po s'kanë mundësi, se edhe vap ka qenë, studentët janë me pushime kanë shkuar edhe jashtë vendi edhe këtu, po në shtator do ta shohin ta sa e madhe do bëhet protesta. Edhe unë të shkoj, e para do shkoj atje. Ti qirojmë këtë hajduta, se kemi gjithë të vite që vuajmë, se në mos me Edi Raman, ç'po iq ky popull me Edi Raman. Aty duhet dalin pensionistët parët. Ata dalin vetëm e duhet trokasën Edi Raman, edhe sikur t'ja paksoj pensionin në tyre për këtë zotë, se unë ata gjende janë me Edi Raman. E t'ja paksoj 10.000 lekë vjetra pensionin, ata përsëri e votojnë Edi Raman. Janë komunistat të betuar, dhe në vdekje këta. Po sikur nga kjo botë, tiken kjo moshe trejt, këtu s'ka për të bërë ky vend, jo. Po duhet të ngrihemi të gjithë. Të gjithë duhet të ngrihem, se vjen diaspora, vjen rrethet e Tirana ri për kafe kur thua ti. Të ngrihen të gjithë të ngrihen, nuk duan një të mirë për fëmijët e tyre. Edhe në përpallate dalin, i përshëndesin protestuesit e shoferët të rit përshëndesin, po s'kan mundësi të dalin aty. Edhe të bëj zgjedhjet para kohë Edi Rama, ta provojnë, se të gjithë janë këtyre, socialistët janë këtyre, e kanë tradhtuar Edi Raman. Se pisku i vapës edhe i plazhit atje nuk ka ujë të pishëm. Në dur se nga do i gjojnë për këtë emisione që flasin, nuk ka ujë të pishëm. Po e të shivë këtën, nuk e di, a kanë sy, a kanë vesh të gjojnë se që përbet në këtë vend, more. A kanë sy dhe a kanë vesh. Këta që flasin aty dhe ju vjen rëndë këtyre kur dalin protestuesit, nuk janë protestues shajnë. Ku kanë sharë ata? Nuk shajnë. Shanë Edi Rama. Edi Rama shanë me gju arrogante. E qartë, mirë zonjë, faleminderit. Presim një tjetër telefonat tani. Alo, përshëndetje. 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 Po? Jeni mirë. Mirë, zotri. Jeni drejt për së drejti në koha për të zgjuar? Po, unë me them drejtën, kam marrë shumë herë me këtë numër, nuk ekziston, po se ja sot u lidha. Po, ndoshta ka qenë në zën linja me të tjerë telefonues. Nuk ekziston të që si numër. Tani unë jam me të dyja duart me protestën dhe me të dyja kemë, se unë jam moshatar, e kupton? Ashtu. He po të dalin të shesin adheun, e din për i qëta Gjerama një rrugë, një qatë, nuk di si ta them, nuk di qartë të ashtu. Por në fund do të them një diçka që nuk do të pëlqej dhe këtyre. Thot kjo zonja komunizmi, por e zotri, nuk ka bërë ndonjëherë luftë komunizmi. Luftrat i bën Amerika, i bën Rusia, i bën drejki me të birin, e kupton? Ashtu. Po, të thash edhe njëherë jam me protestën, jam me rinim, kemi nga jam bajnë, po mos e shani atë sistem, se nuk na vodhi, nuk na shënderoj, ty na vodhi dhe na shënderoj, dhe po na talë, dakord?
Ashtu, le të thonë si të duan, ndaj ta s'do të pëlqej. Është figura më e madhe, më e lartë politike që ka pjeu ky popull është Enver Hoxha. Pavarësisht të metave që ka pasur. Dakor? Të meta që ka pasur, hajde të hidhemi. Ama në qoftë se ne themi Enver Hoxha kishte 30% mira dhe 70% të këqija, ne i hollëm kosht dhe ato 30% dhe kur nuk do rehabilitohemi si kom. Dakor? Unë, mase budalla jam quhet që duash, por një gjë do të them. Ky vend nuk ka perspektivë. Me këta rrugaç, me këta hajdut, me këtë gjykat, ç'është ky spaku, mor, ç'është ky spaku? Spaku, çfarë është spaku? Ç'është drejtësia? Vete ai ky është shërbëtori i Beogradit, vetë thot për atë gjyqtaren, çaj ka ajo, me 3 mbi emra, me 4 mbi, ashtu i ka ajo në fakt. Ta mbi emrin e burrit, shpata dhe maneku e ka nga jashtë. Dakor? Gjyshi saj e vari ai Ahmet Zogu mes të tjerit. Dakor? Ashtu, dhe ata e kanë, dhe maneku dhe shpata, dhe tallet ai që e ka rracën nga Bosnja ndër. Hajde shëndetet të mira dhe inshallah na del për hajir ajo protest. E qartë, mirë zotri, faleminderit për mendimin tuaj. Ishte kjo telefonata e fundit për këtë mëngjes. Bashkë takojmë sërish nesër në koha për të zgjuar, ndërkohë që jemi pas pak në edicionin e lajmeve.